Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka zgjedhur të shpërfillë homologun shqiptar Edi Rama për një debat të ndezur nga ky i fundit me një gazetar greko-amerikan. Mendoni se keni monopol mbi filozofinë dhe jeni trashëgimtar të drejt për drejt të Platonit dhe Aristotelit, por nuk jeni. Ishte deklarata e Ramës që solli reagimet nga Athina. Ndërkohë në një intervistë mëngjesin e sotëm për Alfa, kryeministri grek tha se nuk i merr seriozisht deklaratatat e Edi Ramës. E njoh zotin Rama prej shumë vitesh. Ai ka një mënyrë të veçantë të shprehurit dhe shpeshherë i shpëtojnë gjërat që nuk duhet i thotë. Këtë herë tha një fjalë të rëndë dhe e kuptoi gabimin. Unë po mbaj parasysh korrigjimin që bëri. Ishte një deklaratë e papërshtatshme dhe më mirë ta lëm pas, tha Mitsotakis. Një ditë më parë Rama reagoi duke thënë se tonet e tij nuk kanë qenë as pak tendencioze, por vetëm humor miqësor. Jam i mahnitur nga reagimi i disa mediave në Athinë, apo të ndonjë politikani të lodhur grek lidhur me tonet e mia as pak tendencioze, po me humor miqësor gjatë bashkëbisedimit me gazetarin e nderuar John Defterios në panelin e organizuar gjatë samitit të zhvillimit të qëndrueshëm në Abu Dhabi. Është e pabesueshme që një fjali e thënë me humor të shkëputet totalisht nga konteksti e të kthehet në polemik publike me pathos nacionalist, gjë që fatkeqësisht në Athinën mediatike ndodh shpesh, u shpreh Rama. Në vijim kryeministri Rama sqaronte se nuk ka as më të voglin dyshim që Platoni dhe Aristoteli janë filozof grek dhe që Greqia e lashtë është shtrati i qytetërimit evropian, që kultura greke meriton vetëm admirim, jo vetëm për filozofët e lashtësisë, por edhe për poetët, shkrimtarët, kineastët e muzikën që i kanë dhënë njerëzimit. Venezuela dhe Groenlanda. Gjatë intervistës, kryeministri grek foli edhe lidhur me operacionin amerikan për largimin e Nicolas Maduros nga pushteti në Venezuelë. Largimi i Maduros është i nevojshëm, por jo një kusht i mirë që Venezuela të kalojë në demokraci. Ne nuk pajtohemi me shkeljen e së drejtës ndërkombëtare. Ne duam një zgjidhje paqësore, tha ai. Ndërsa lidhur me Groenlandën, Mitsotakis u shpreh se i përket mbretërisë së Danimarkës. Është territori NATO-s, vetëm Danimarka mund të vendosë për të ardhmen e saj. SBA-t kanë të drejtë të jenë të shqetësuara. Unë besoj se nuk do të arrijmë zgjidhje të tjera që do të çonin në një konflikt Evropë-SBA. Bashkëpunim, jo konflikt, theksoi ai.